Kosovës. Kështu që domethënë do t'i shikoje me rezerva reagimet e zotit Vučić në kuptimin e lanceve të tij të tjera në këtë sens, por do të shikoja që do thoja që kjo është një marrëveshje shumë pozitive, sepse në këtë kohë ku mbrojtja ka një rëndësi themelore, sepse jemi në kohë lufte në Evropë, shtetet e cilët koordinohen në këtë mënyrë, qartësi në këtë rast edhe duke kufizuar rolin e Serbisë, kanë bërë një veprim shumë pozitiv, efekti i cilës u pa qartë nga reagimi i autoriteteve serbe nga presidenti Vučić e poshtë. Në fakt, vizita e Sorensen në dy vendet pikërisht që janë pjesë e dialogut, ka pasur edhe një lloj roli të Bashkimit Evropian për të thënë që ne vazhdojmë të jemi këtu për dialogun, për ta çuar përpara e të tjerë, por ajo çfarë po ndodh në Serbi, në fakt, a shkon drejt kësaj, pra mund ta ndikojë drejt për drejt dialogun pavarësisht situatës gjeopolitike, jo vetëm brenda rajonit, por edhe në Europë. Sa i takon protestave të brendshme, ka kohë në këto momente të merret Vučić edhe me këtë aspekt? Mendoj që kjo është një nga faktorët të cilët janë pengues për dialogun. Kur nuk ka stabilitet të brendshëm dhe kur ka probleme dhe trazira të kësaj natyre, kur nuk ka legitimitet, pranimi i rezultateve të dialogut mund të jenë po ashtu problematike. Dhe prandaj pavarësisht fasadeve, takimeve, shtetet, veçanërisht Serbia në këtë rast edhe presidenti Vučić specifikisht, nuk shkojnë duke i dhënë shumë, le të themi, gaz në drejtim të arritjes marrëveshjeve caktuara. Edhe për shkak se Serbia në fakt nuk ka qenë interesuar realisht që të zbatojë marrëveshjet me Kosovën. Si rezultat nuk e ka pasur këtë situatë në vend. Totalisht, sepse interesi i Serbisë ka qenë që përmes serbëve, domethënë në veriun e Kosovës dhe serbëve në Kosovë, të mbajë të bashkuar, të nxisë në protesta dhe në elemente të tjera që kemi parë për gjatë viteve dhe të mos lejojë një Kosovë stabil, një Kosovë të fortë, një Kosovë që domethënë i kontrollon kufijtë e saj dhe gjithë situatën sigurisht, të rritur ekonomikisht, një shtet suksesshëm, sepse realisht narracionet e saj janë dhe pretendimet e saj janë, mendoj unë, minimalisht për një autonomi të serbëve në veri të Kosovës dhe përmes marrëveshjeve, duke kontrolluar situatën terren edhe duke kontrolluar serbët, ata kanë dashur që të jenë të fuqishëm në tavolinë e bisedimeve. Kështu që edhe me situatën aktuale politike të brish që ka presidenti Vučić, nuk ka interes edhe më shumë që të nxjisë një dialog intensiv edhe me rezultate në këtë drejtim, edhe nëse vendoset në presion ndërkombëtar. Pastaj, në rast se do të vendoset presionit ndërkombëtar në sensin e a do të qëndrojë në pushtet apo jo, kjo mund të jetë pastaj një çështje që mund të lëvizë ekuilibrat edhe në rang në kuptimin e zbatimit të marrëveshjeve ekzistuese, të cilat fillimisht do të rriste besimin midis palëve dhe do të hapte mundësinë për marrëveshje të reja. Metemi pak edhe të situata në Kosovë, se ajo është rëndësishme edhe për të pasur një lloj stabiliteti politik në vend, pavarësisht se kemi zgjedhje me një rezultat të certifikuar, ende nuk kemi hapa drejt krijimit të një qeverie. Si mendoni se do shkojë situata, pra kush mund krijojë një qeveri? Ne vetëm pak përpara se të futeshim në bisedë dam edhe një deklaratë të kandidatit për kryeministër të PDK-s. Po, e pash, ndoj që me vëmendje deklaratën e zotit Hamza, mendoj që zgjedhjet në Kosovë nuk kanë prodhuar zgjidhje. Në sensin që, në kuptimin e demokracisë dhe kështu me radhë, ishte një proces zgjedhor, shumë korrekt, pa shumë probleme, pa pavarësisht se u zgjat pak certifikimi i rezultateve, praktikisht dhe thënë Kosova është kampion në rajon për zgjedhje të lira dhe demokratike dhe kjo është parasysh të gjithëve. Nga ana tjetër, në kuptimin e numrave, duke pas parasysh edhe pajtueshmërinë e palëve në raport veçanërisht me politikën e jashtme, po edhe animozitetet që kanë pasur palët me njëra tjetrën, një fushatë e ngarkuar emocionalisht dhe në gjitha pikpamjet e tjera, ku pastaj lëvizja vetëvendosje përkatësisht lideri i saj, kryeministri aktual zoti Kurti, u vendos në presion të madh edhe gjatë zgjedhjeve, edhe gjatë fushatës zgjedhore, veçanërisht nga mediat, edhe pse opozita nuk përdori një gjuhë denigruese kështu me radhë. Ai doli me deklarat kur fitoi zgjedhjet për hajvanët dhe hajvanatin, të cilët ka kaluar koha e tyre dhe qartësisht ishte një shfrym emocional, për e cila pastaj është një refleksion emocional edhe tjera të cilat le shenjë, sepse nuk është vetëm një reagim i cili realisht mund të merret si një fitim